Ulja e menjëhershme e temperaturave dëmtoi kryesisht pemët si pjeshkët, kumbullat, kajsit, por edhe kulturat e tjera të arave bostanore. Kultivuesit e shalqinit në zonën e Divjakës prej vitesh përdorin metoda tradicionale për të ruajtur ndikimin negativ nga ulja e temperaturave, duke i mbuluar bimët me tunele plastmasi. Këtë vit janë mbjell plot 770 hektar shalqi, 300 hektar më shumë dhe prodhimi kryesisht shkon për eksport, ku 1 kilogram shalqi apo bostan shitet me 50 deri në 70 lek fal hershmërisë. Avantazhi me tunele është hershmëria dhe mbrojtja nga të ftohtit. Sepse duke marrë parasysh ka ngrica ndoshta një shtuje, nuk mund ta mbjellësh dot në fushë që në fund shkurtë që ne fillojmë masivisht qysh 1 mars me të mbjellë dhe vazhdojmë. Deri në prill ky mbjellet me tunele. Vjet qofse kujtohet sa doli për çmimi në Divjak në fillim fare për kilogram. Po me pakic doli ke 1000 lekë ose 100 lekë, si mund të them. 1000 lekë vjetër që them. 1000 lekë vjetër. Fillimisht me interes. Me interes. Sipërfaqet vit duke shtuar çdo vit? Po Divjaka kryesisht çdo vit e ka këtë. Vetëm i shton këto, po këto sipërfaqe janë. Po bëhet qarkullimi, një herë do mbjellet patate, një herë do mbjellet. Po si sipërfaqe aty qendron, se kjo sipërfaqe është. Thash varet nga tregu, 25-30 lek, 350, 400, ato të parë që dolën çik më herët. 400 nuk është çmim i refuzueshëm i mirësh. Deri 250 lek, hajtë se po e vlen. Po më poshtë nuk kanë interes, ka kosta, ka plasmasa, ka hekura, ka zorra, të thash. Ujitje, të gjitha ato që hidhen dhe stimulues ose aktivizues, si ta them më mirë. Gjithsesi, sipërfaqet e shtuara të këtij viti në mungesë të kontratave me grumbulluesit mund të çojnë efektin e kundërt atë të rënies së çmimit të shitjes, duke krijuar humbje të konsiderueshme fermerëve. Ruajtjen e kulturave nga të ftohtit, fermerët këtë vit po e eksperimentojnë edhe në kultura të tjera si patatja.